Partia Demokratike e Kosovës ka qenë e qartë dhe konsistente në qëndrimet e saja. Në një demokraci parlamentare, dialogu, debati, pajtimet, mos pajtimet politike janë normale. Por çfarë nuk është normale në një demokraci parlamentare, liberale, evropiane, është shkelja e kushtetutës. Shkelja e kushtetutës nuk guxon të shndrohet në normë, në normalitet. Marrëveshjet politike mes partive politike, palëve të ndryshme, nuk i mbivendosën kushtetutës. Kushtetuta është mbi çdo parti, mbi çdo takim, mbi çdo lider. E kushtetuta kërkon nga ne të zgjedhurit e popullit që të konstituojmë kuvendin dhe të themelojmë institucionet. Kanë kaluar 555 ditë nga zgjedhjet e shkurtër të vitit 2025. 555 ditë nga kjo sallë, nga kjo foltore, ne flasim për pozita e poste të pushtetarve e na pamundsohet që të flasim për brengat dhe hallet e qytetarëve të Republikës Kosovës. Kosova ka nevojë për institucione dhe vendi është këtu, në këtë sallë. E ftojmë sërish deputetin Kurti, deputetën Haxhiu dhe të gjithë deputetët tjerë që po i mbajnë peng të vinë në sallë, të konstituojmë kuvendin dhe të hecim tutje. Nga lëvizja vetëvendosje e as nga deputetja Haxhiu nuk pranojmë as leksione politike, as leksione morale. Ata janë shkelës serik të kushtetutës dhe nuk brengosën fare se a e shkelin kushtetutën. Ajo, Kushtetuta e Republikës Kosovës përkatësisht aktvendimi i gjykatës kushtetuese është i qartë, i kristalt, e zezë në të bardhë. Dhe aty u kërkohet të zgjedhurve të popullit, deputetëve të zgjedhur, që të konstituojnë kuvendin brenda 30 ditësh, jo të fillojnë seancën, por ta përmbyllin procesin e konstituimit. Zonja Haxhiu ka qenë edhe ministre e drejtësisë dhe e tëra çfarë mbajmë mend janë nismat ligjore që kanë përfunduar në kushtetuese dhe kanë rezultuar me shkelje të kustetutës. Zonja Haxhiu është deputete, një lloj sikurse që jam edhe unë. Në ndërkohë që KQZ-ja është një organ i pavarur. Madje, mbase, do thoja që është edhe qëllim i lëvizjes vetëvendosje që të defunksionalizoj të gjitha institucionet, përfshirë edhe KQZ-n, sikurse që ka defunksionalizuar pothuajse çdo mekanizëm institucional në Republikën e Kosovës. Ju e dini që edhe në ciklin e mëparëm zgjedhor, po edhe tani, mungesa e vullnetit politik nga ana e lëvizjes vetëvendosje ka shkaktuar krizën institucionale dhe ciklet e pafundme të zgjedhjeve. Kemi një subjekt politik që është deklaruar hapur që është për një president konsensual. Partia Demokratike e Kosovës ka thënë qartë që është dhe mbetet në opozit. Nuk kemi arrit ende në pikën që mund të diskutojmë për tema tjera, mirë po është një subjekt tjetër me numra të mjaftueshëm në kuvend që ka shpreh gatishmëri. Deputeti Kurti rrugën e hapur e ka, vetëm nuk po dëshiron ta ecë.